Në një rast me pasoja kaq të rënda, kjo rrethon merr peshë të veçantë për përcaktimin e një dënimi proporcional dhe të drejtë. Sa i përket nevojës për parandalim të përgjithshëm dhe të veçantë, dënimi në këtë rast nuk ka vetëm funksion represiv ndaj sjelljes së konkrete të panderave, por dhe funksion të qartë parandalues. E drejta penale përveç se sanksionon shkeljen e normës, synon mbrojtjen e rendit juridik dhe të dërgoj një mesazh të qartë shoqërisë se cenimi i vlerave themelore nuk mbetet pa pasoja. Në një rast si ky, ku kemi të bëjmë me sulm të armatosur kundër policisë së Republikës së Kosovës dhe kundër rendit kushtetues, mesazhi juridik duhet të jetë i qartë, i prerë dhe i padiskutueshëm. Sulmet e organizuara dhe të armatosura kundër institucioneve shtetërore nuk tolerohen dhe ndëshkohen me ashpërsinë më të lartë parapar me ligj. Nëse në një rast me këto përmasa, me këtë shkallë të organizimit dhe me këtë pasojë fatale nuk aplikohet dënimi maksimal, atëherë dobësohet ndjeshëm efekti parandalues i ligjit penal të krijohet perceptimi i rrezikshëm i relativizimit të cenimit të rendit kushtetues. Në aspektin e proporcionalitetit, duke marrë parasysh natyrën terroriste të veprës, pasojën fatale të shkaktuar, rrezikshmërinë e lartë shoqërore të operacionit, organizimin paramilitar të strukturuar, cenimin e drejtë për drejtë të rendit kushtetues dhe mungesën e rrethanave lehtësuese relevante, prokuroria vlerëson se dënimi i vetëm proporcional dhe në përputhje me peshën e veprës penale është burgimi i përjetshëm. Çdo dënim me ullë do të ishte disproporcion të qartë me gravitetin e pasojat dhe rrezikshmërinë e veprimit dhe nuk do të përmbushte as funksionin dëshkues, as parandalues të sanksionit penal. Në bazë të gjitha provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në bazë të analizës së plotë juridike të elementeve objektive dhe subjektive të vepra penale, si dhe në bazë të përgjegjësisë individuale të secilit prej të panderëve, në kuadër të bashkëkryes Prokuroria Speciale propozon gjykatës që të shpall fajtorët Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Për vepra penale për cilën akuzohen dhe ndaj secilit prej tyre të shqiptoj dënim maksimal të parapar me ligj, jo me pak se burgimi i përjetshëm.